investimet e pafundme që nga bota, njerëzit si motra tonat që na kanë dhënë për të shkruar këto rregullat pa shkruara, në thonjza, për të shkruar në thonjza këto rregullat pa shkruara, që merren me donacione të ndryshme të OLF-ve të pafundme që ofrojnë edukimin e këtyre rregullat pa shkruara në Shqipëri, janë jo funksionale dhe janë mashtruese, janë skema mashtruese. Vetëm për të marrë 5 lekë për të quar tek shtëpia dhe kemi parë vetëm anën e kapitalit, anën e dhënjes, anës formës, anës morale, ne e kemi të pa mundur. Ne e kemi lidhur çdo gjë dhe e masim çdo gjë me lekë. Ne çdo vlerë i kemi dhënë masën e duhur të lekut dhe ka apo s'ka të ardhura monetare, themin edhe në anën e kundërt e kemi lënë në gjendje të lirë graviteti. Dhe kjo nuk ndodh, them unë, për shkak të asgjë, për vetëm se ne jemi sot një vend eksperimental, ku në Shqipëri po bëhen eksperimente të natyrave nga më të ndryshmet. Si në anën sociale, si në anën e rrjeteve sociale, po si në anën faktike, ne sot kemi nevojë për një dorë të hekur qeverisje në anën morale fillimisht. Pra ne kemi nevojë, ajo Ministria e Çështjeve Sociale, Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, që sot as emri nuk i dihet më nëse ka apo s'ka një ministri të tillë për çështje sociale. As emri nuk i dihet se kush është. Kur deri dje figurat më të shquara të këtij vendi vinin që andej, dhe sot i ke gjysmat i ke në burgun e Durrësit, gjysmat i ke në burgun e Shkodrës, dhe gjysmat tjetër janë për të pritur radhën e burgut. Dhe ne kjo na ka ngelur për të marrë. Ne merremi kush do shkojë në burg nga këto, e kush do shkojë në burg nga këto, dhe është kthy një rend ditë kjo, një rend ditë qoftë për familjet. Un kam për ditë marrëdhënie me familjarët dhe më pyesën ore kur do shkojë në burg X. I them unë dëgjoj, nuk të duhet kjo ty kur do shkojë në burg X, se duke u marrë me burgun e këtit, që ti ditë për ditë e shikon merresh me këtë. Ti po të shkoj në burg fëmijët e tu më. Pse? Po se ke fëmijët më. Ai ke takuar ndonjëherë, ai ke pa ndonjëherë, a merresh ndonjëherë duke u folur aty në darkët, a bën një mbledhje me familjen tënde? Jo, sepse nuk kam mbledhje me familjen. Ne dalim sot, shikoj unë në një kafe ku dalim familjarisht, paktën të shtunë e diel dalim marrim fëmijët dhe dalim familjarisht atje. Më vjen habi se shikoj të gjithë tavolinat e lokaleve i kanë marrë fëmijët në vete, i kanë plas atje tek lodrat, zien apo lozën, nuk kanë lënë një kujdestar lotrash dhe rrin prindrit në telefon, duke lozur nëpër telefona, nuk merren me fëmijët. Pra kemi një shkputje totale të prindit me fëmijët. Dhe nuk ka më rregullat pa shkruara për ne të drejtuar, por ngelet pastaj po të fut vetëm dora e hekur të shtetit, që ne për fat keq nuk e zbatojmë ligjin me vdekjen në Shqipëri, sepse kemi një proces gjyqësor të korruptuar nga të gjitha anët dhe me faktorë të jashtëm që ndryhin përditë në proces. Sonila, gjithashtu dua të shtoj diçka tjetër për të ndryshuar sadopak këtë nivelin e rritjes së dhunës. Përveç ndërshkimi penal që duhet për abuzuesit, normalisht duhet jetë edhe një vlerësim psikologjik i detyrueshëm për këta dhunues, që do të thotë që le të marrim rastin e babait që pagosi, a mund ta mbaroj një sekondë, nëse i bën vlerësim psikologjik, e ke bërë të papërgjeshëm, e ke nxjerrë nga burgu dhe i ke dhënë të drejtën të dalin. Duhet i rrezohet atij kërkesa për vlerësim psikologjik. Çfarë vlerësim psikologjik? A më dëgjove çfarë thash? Po ti bën vlerësim psikologjik. Përveç tash ndërshkimit penal, duhet dhe një vlerësim i detyrueshëm psikologjik. Jo, mos ja pranojmë kërkesën për vlerësim fare aty. Absolutisht që duhet. Aty duhet i rrezohet kërkesa për vlerësim psikologjik dhe duhet të flasë të burg atje, mos ketë drejtë të kërkojë çfarë. Ky baba që plagosi vajzën e vet, ky ka pasur edhe një precedent të mëparshëm penal sipas artikullit. Po flet për rastin e plagosjes. Më dëgjoj tani deri në fund. Që do të thotë këta njerëz që janë dhunues përveç ndërshkimit penal, pra jam tepër dakord me ndërshkimin penal, duhet të ketë një vlerësim psikologjik të detyrueshëm rreth impulsivitetit të tyre, zemërimit, empatisë. Duhet sepse ato do mbarojnë burgun vitet që kanë ose muajt që kanë. Po çfarë merr burgun ai më? Po si dhe burgin përjetshëm aty, do të bëj edhe unë tjetër, çfarë do bëj ti? Më fal, pa ai do dali se se do dalë, mos duhet të dalim, ose ka tani përjetshëm burgu kompoti shqiptar, po sot e kemi burgimin e përjetshëm e kemi. Më thuaj tani. Po është tentativë vrasje brenda familjes, po çfarë lidhje ka kjo? Është vrasje brenda familjes, ai shkon në burgim përjetshëm. Po tani po ka ligji, jo më pak se 30 vjet burgimi përjetshëm. Edhe nëse ne i krijojmë këtë dhunë, këtë çështje psikologjike dhe e fshejmë. Po nuk ka të drejtë ai të shqyrtohet pra të. Po do ka të drejtë të shqyrtohet, se çfarë ta lëmë ashtu të jetë. Po pra, po duhet ketë një raport mjekësor më përpara i për t'ia prodhuar kërkesën. Po duhet ketë se për sa një vetë ku kene kartela mjekësore. Nuk e di se s'ka kartela mjekësore. Mua më duket sikur nuk po